kemi hasë disa lloje të drogave të sintetike që janë këtu. Kryesisht shumica që kemi hasë janë LSD. Ne kemi hasë prej moshës dikon në 7-18, është mosha që kemi hasë prezencë të drogave të tyre. Cilat janë karakteristikat e saj? Fentanili është një lloj droge e cila nëse përdoret në sasi tepër të vogla në 0.2 mg mund ta shkaktojë drejt vdekjen e përdoruesit. Po të me bet ende tek konsumimi, po më intereson me ditë nëse ka droga të reja të cilat po i vreni gjatë hetimeve, analizave në Kosovë. Po, ne kemi hasë disa lloje të drogave të sintetike që janë këtu. Kryesisht shumica që kemi hasë janë LSD, po kemi hasë edhe droga të ndryshme, MDMA, pastaj kemi gjetë amfetamin, ka raste të ketaminës, kemi gjetë metamfetaminën kemi hasë edhe në tendencat prodhimit të saj në Kosovë në vitet më afër 2024, po janë tendenca në zhvillim, janë disa lloje të ndryshme të cilat ne fatkeqësisht nuk janë të përfshira edhe në aspektin ligjor sa duhet, por nuk janë në nivel shumë të lartë, por janë në tendencë të rritjes, sepse kërkesa është rritë edhe në këtë drejtim. Nëse bëjmë një farë krahasimit, themi, prej këtyre drogave të reja të cilat tashmë janë ekzistente në treg, cilët janë personat cilët janë duke i konsumu, janë të ri kryesisht apo të vjetër, po edhe cili është dallimi i tyre me njëra tjetra, cila konsiderohet më e rrezikshme dhe cila jo? Mosha kryesisht është e re në fakt. Moshë e re, kryesisht është një gjeneratë e cila ndoshta është moshë rinore e cila i frekuenton, ndoshta apo thjesht është në aspektin i frekuenton klubet e natës, ose është një moshë e cila kryesisht është një gjeneratë ta quajmë në tre. Ne kemi hasë prej moshës dikon në 7-18, është mosha që kemi hasë prezencë të drogave të tyre në sasi më të vogël, po mosha mesatare është më e përhapur. Rrezikshmëria e tyre varet prej llojit. Është një fakt interesant që te drogat për shembull ne kemi hasë edhe kualiteti i saj varet se çfarë lloj droge. Në qoftë se droga është e varfër në kuptimin varet çfarë kualiteti ka, dhe është shumë e varfër, ajo shkakton pasojë shumë të mëdha për shëndetin. Është vështirë edhe në aspektin e krimteknikës apo laboratorit të forenzikës, është vështirë ta kemi sakt një pasqyrë se çfarë lloj droge është në kuptimin e rrezikshmërisë, po sidoqë që të janë të rrezikshme edhe rrezikojnë shëndetin. Për fat mirë, ne nuk kemi hasë në disa droga. Një ndër to për shembull përmendet fentanili, i cili tani më ka marrë një përmosat përhapjes në disa vende, sidomos në Amerikë dhe në disa vende edhe në Evropë. Cilat janë karakteristikat e saj? Fentanili është një lloj droge e cila nëse përdoret në sasi tepër të vogla në 0.2 mg mund ta shkaktojë drejt vdekjen e përdoruesit, por rrezikshmëria është e lartë edhe tek hetuesit të cilët mund të përballen gjatë punës në terren, sepse edhe ajo mund të jesh i afektuar me të dhe mund të kesh pasojë për shëndetin. A keni vrejt në Kosovë? Në Kosovë për fat nuk është vrejt, ne kemi ndërmarrë veprime paraprake lidhur me këtë çështje, kemi marrë trajnime të veçanta duke ju falendëruar partnerëve ndërkombëtar në këtë rast DEA, por edhe disa partnerëve tjerë ndërkombëtar. Jemi trajnuar pak a shumë, kemi marrë njohuritë elementare se si mund të haset ajo në rrugë ose cilat janë veprimet tona nëse dyshojmë një substancë kimike apo drogë sintetike që mund të jetë fentanil, si duhet i qosim asaj, por me gjatën tarma e afërt besoj që do të jemi edhe më tepër të trajnuar në këtë fushë, vetëm ne si drejtori antidrogës, por edhe të gjithë policët e tjerë të Kosovës, sepse ajo mund të haset edhe nesër në rrugë nga një polici i trafikut për shembull. A ka ndonjë mënyrë të veçantë të transportit të kësaj lloji droge, apo është ngjashëm sikurse të tjera? Ne nuk e kemi hasë praktikisht, por mbas të praktikave të vendeve tjera, ajo kryesisht normalisht për cilët në forma shumë të mshefta, ose në formë shumë të siguruar mirë që mos me pas çasjen e lehtë. Po tek normalisht kur të përdoruesi ka kontaktin të drejt për drejt me te.